Shikues të dashur, tashmë është koha që t'i ftojmë këtu në studio disa pjesëtar të ansamblit të këngëve popullore të Gjakovës. I mirëpres pra këtu në studio dhe të vazhdojmë bisedën dhe të gjithashtu të gjithë të provojnë receta që jemi vetë se duke i përgatitur tashmë në studio. Mund të vini? Mirë se keni ardhur, është kënaqësi e madhe t'ju kem këtu dhe të bëjmë këtë bisedë kaq të këndshme dhe gjithashtu edhe të hamë së bashku këtu. Mirë se keni ardhur. Këtë bisedë do e bëjmë me udhëhecin e ansamblit, por gjithashtu edhe me të gjithë të tjerët pjesëmarrësit këtu. Si ardhet për Gjakovës? A ke gjithçka në rregull? Si u shkoi rruga? Mirë. Ndoshta do i kisha fillu me historikun e këtij ansambli. A mundosh ndoshta me na tregu zotëri Shkëlqem për krejt fillimet që i keni pas? Po, ansambli ka fillu aktivitetin në bënë që jemi themelu në vitin 2018 me iniciativën e 2-3 shokëve. Pastaj jemi shku të rritë, në bënë gradualisht jemi shku të rritë. Me numër, kuptohet me antare, me këngëtarë. Sa antar ka tashmë ansambli? Antar, mund me thonë që ka fix antar, se zakonisht defilojnë shumë muzikanta, varet për nevojës, varet për karakterit programit që kemi kry. Po çfarë lloj këngësh dhe vallësh tradicionale zakonisht performon ansambli? Di që ne jemi qytetit të Gjakovës, shumë të në raste përfaqësojmë muzikën e qytetit tonë. Pa e na shaluar edhe muzikët tjera qytetare, zakonisht të qyteteve tjera apo vendeve tjera. Kjo ka qenë domethënë edhe si piknisje, një farformë mbrojtje edhe një thirrje për mbrojt edhe më kultivu sa ma shumë muzika e bukur dhe e pastër shqipe. Kjo ka qenë ideja që na ka pru deri këtu edhe që na ka motivu ma tepër për më mbledh edhe me kriju edhe me bo diçka që pa mendojmë që jemi të bo diçka të bukur. Po, jeni të bo me të vërtet diçka të bukur, që do e kemi nderin dhe kënaqësinë këtu në Pasion e Profesion për të gjithë shikuesit tonë, që të kemi një performancë pastaj, disa potpuri. Po, t'ju pyes ndoshta se cila këngë apo valle e ndez më shumë atmosferën. Tu di që ne jemi në koncerte ma tepër, të gjitha kanë atë pjesën e vetë, patjetër. Po, në cilat vende jashtë Kosovës keni pasur rastin që ta përfaqësoni pra Kosovën dhe të tregoni kulturën tonë kaq të bukur që e kemi? Na kemi marrë pjesë në disa festivale, edhe me karakter garus, po edhe si koncert, në formë koncertet, po një ndjenë veçantë që na ka dhonë neve si ansambl, ka qenë do më thonë data 1 tetore, cili vetë se më kujtohet pikës 2023, apo atë ditë janë binjakë komuna Gjakovës me komunën e Shkodrës, edhe atë natë na kanë këtu në Shkodrë me majtë, do më thonë në teatrin Mizjeni, me majtë një koncert, aty kemi kalu shumë bukur në ka përgjithë. Po si kanë qenë reagime ndoshta të atyre pjesëmarrësve që kanë qenë duke po edhe këtë bashkim? Vetë nata ka qenë interesante se përveç, do më thonë, ansambleve të Shkodrës që kanë marrë pjesë, kemi qenë edhe na si mysafir. Edhe bom dy partë, edhe ata, muzikën e vetë, edhe na tonën Gjakovës, keni një mramje fantastike. Që pës diçka se si reagojnë edhe ndoshta të huajt, ka pasur rastin që edhe të huajt ndoshta të shohin performancat juaja të këngëve apo vallëve, si janë ato reagimet e para të cilat i keni nga ata, ose komentet e tyre, diçka që ju bën edhe përshtypje? Po, është e vërtet. Bile, unë e kom pas rastin para 2 muajve mi taku një etnomuzikolog amerikane. Ajo ishte ndjerni, do më thonë, për muzikën tonë edhe për performancat tonë në Jane Sugarman. Edhe të e ditë që melosi jonë i bukur është tashmë i famshëm këtë botën, me tekst të veçantë, muzika qytetare, është ai Margaritari i cili gjithmonë shkëlqen në muzikën të gjithë melosit bukur shqiptar. Përshtypjet kanë qenë të jashtëzakonshme, bile një farë motivimi ka qenë për ne që me vazhdu edhe mos mund dalë. Sa për muj me arrit këto, mbetet të shihet. Rruga shumë e gjatë edhe shumë e zërshme. Po kisha dashur mi pas edhe disa komente nga anëtarët e tjerë që i kemi këto, cili më na flet pak. Për komentet e të huajve ndoshta, por edhe të gjithë njerëzit e tjerë të cilët ju japin komente dhe ndoshta edhe ju pëlqen muzika.
Po, muzika jonë, edhe unë du mi vazhdu vetëm muhabetin që e foli Bestari, unë mendoj që është muzika ma e pasuna që e kemi na si shqiptarë, komplet prej gjitha treva, jo vetëm muzikën e Gjakovës i këtë rast, ne si Gjakovë që e kemi folklorin tonë burimor, po shqiptarët kanë me lës tjerë zakonshëm. Edhe mu, për foli tash ata personalisht më kara me ndajt, edhe me Tujtje, edhe me Norvegjeze, Suedeze, si shamën Bozo, u habitshin farë lërmenie të harmonisë muzikës kemi sporë, shtrire harmonike, shtrire të ritmit, dhe më thonë variacionet të ritmeve me një kong, për shemëll ki kong Shqip, edhe Gjakovës, që me një kong i ki 3 ritma, dhe më thonë 3 lloje të ritmave, ndrojnë me një kong. Do të thotë kjo që na jemi shumë, na ka beku i madhe i Zot me talent, edhe ata kantautor, edhe që i dim, po edhe ata që nuk i dim këngëve shumë vjetra, do më thonë, me këtë muzikë që e kanë bërë, do më thonë, është sinqerisht, muzikën e kemi shumë pasun, po edhe me ensemble, duke ju falenderu tash për i kthena edhe Shkëlqim Racit, edhe Bestarit, Bestar Vulës, këta dy janë iniciatorë, se unë e di për shkak të modestisë, këta nuk kanë dëshirë fort me fol, po këta janë iniciatorë që ja ka nisë Tujni mu dhe Besjani, kupto, se këta dy janë vllazën, edhe shpendim do këta, shpend Racit, nuk ka mujtë marrë dhe dhaj, bateristi dhe shme thonë dajer, si më shënë defisti. Kështu që këta janë iniciatorët, na kanë thirrë neve, edhe na kemi pas kënaqësinë, unë për foli që për shembull që jam shumë më i ri se Qimi, se kam pas kënaqësinë një profesionist si Shkëlqimi, një kantautor për ndryshe, i shumë këngëve, po foli unë nashta pak të jap vetit ma shumë se njërin nuk duhet me fol për veti, po që duhet me fol dikush tjetër për ty. Kështu që na kemi pas nderin edhe kënaqësinë ju bashkangjitë dhe gjithmonë kemi mundu mi jap ato më të mire. E nuk e di, ju keni ardhur prej Gjakovës, nuk e di sa jeni të rritur. Prit kuzhinën. Jeni të i pritë. Kemi marrë gjitha mosat, para se më ardhë. Jemi kujdes edhe Po për besoj që Labinoti dhe Arditi janë pothuajse gati që të na sjellin edhe ushqimin këtu, apo jo? Se po ju presim juve. Labinotin për mdokët që kom me intervenim, se kishë mbjemin si temin. A jeni diçka? Jo, kjo i Klinës, unë i Gjakovës, po mbjemin njësej. Qati të kthej sa Klinë. Si di, me po me shku ma jarë, dika doli me ka pjekëm. Po, cili ka qenë ndoshta momenti më emocionues që e keni përjetuar ju në skenë? Kush më na flet këto tash? Okej. Se ne ka ndodhur një rast që është rast nashta unik në botë. Jemi nashta ansambli i vetëm që ne ka dënu policia të bëjë muzikë. Po pse? Që Shkëlqimi i ka ndodhur, le të fol Shkëlqimi se Ish koha pandemisë, dhe më thonë, e dim tonë që aktivitetet kanë qenë ndalune, edhe grubullimi njerëzve. Tash 2019, më do këta? Jo, 2021, po. Ishim na të përgatit koncertin për Qamiljen e vogël, përkoj keme përvjetor Qamilit vogël, edhe në asë ansambël, në përmet komunës, e morëm përgjësin me organizu koncertin për Qamiljen e vogël, edhe me masa kuptohet, dhe më thonë, sa leje ke to regullat, ligjet që shëleshin mu afru njerës. Edhe nese na e organizum koncertin edhe e majtëm. Edhe u morë sala plot, në Gjakovë, Pallat Kulturës, edhe po fillojmë na, dilni këngëtar, ka ma shumë se gjysa e këngëtarëve u asene, edhe po mdohet bashkë ishtë tuknu Linda Haka, ka qenë tuknu kongën, kur po mbin këta punëtorë të pallatit, tu bo me dorë mbin, para publikës, ke parasysh pas në salë, koncertin vajnë të esë, po ma bojnë ta punëtorë të pallatit kështu me dorë. Shka komër, edhe veç e ku më bo një hap prapa, se janë ato perdet aty, një hap prapa, po më kanë ngrej mas, po ma bonaj punëtori, tha, Amalen e njoftimit, thash, pse? Tha policia. Nese e kom jam, që ashtu ju më futa, për e kemi vazhdu diqysh koncertin,
deka konga para fundit mas ne kanë ndërprej krejt. Kur mas ju kryt koncerti po shkojnë ta shkavo, shka ndodhi, tha dënim tha policia 100 euro tha. Pse marr? Për shmejsi. Dënim pse e keni marrë koncertin tha, shyr vllon bin, vlla me dënu policia. Ma shpejt se që duhet. Ki qenë nga ma shumë rast që shara. Se emocionu. Kulmi. Po ndonjë rast kështu emocionus tamam që ndoshta e keni ndjep në ato momente, po besoj që çdo moment e ndjeni edhe dashurinë e publikut, por që e keni pas ma të veçantë ju në skenë. Shkodrën që e përmeni shkelqimi me Bestarin, aty më kohën edhe une, kemi knu bashkë me këtë kolekt aty, se më të regu drejten, Gjakova dhe Shkodra e kanë si dy vende, e kanë një lidhje shumë madhe emocionale në veti, edhe kulturore, artistike, po dhe tregtare në vitet e shumë ma hershme. Edhe për mu, ishte hera parë që performoja në teatrin Mixheni, edhe na, sidomos Gjakova, pa dashmja në shkalluzët, mëse po as një qytet tjetër, po na Gjakova kemi pas edhe Shqipnin afër shumë edhe me kufi, Barancurin e Krumën e Hasit, i kemi të thot i gjysore larg me makinë. Edhe gjithmonë jemi rrit me filmat Shqipnis, jemi rrit me atë ndjenjen tonë me asi po qashtu, edhe kur dulem aty, thash ku ma mbreu zote, di me dalë edhe sinqerisht e kam aty në fort, edhe qështu fol, që thojmë për rënqet na, ku e nisë me kënu, adin më do ke vetja tamon ato qysh na kanë rrit prind ton, babalar ton me atë emocionin për Shqipninë, që duhet mi dash Shqipninë, duhet mi dash atë dhënë, se ishte për mu, për foli personalisht për veti, ka qenë një emocion shumë i veçantë, kur jemi dalë në teatrin Mixheni aty, dhe tha Gjakova, tha po këndon në Shkodër, edhe komplet publika shkodrana aty na duart rrokitke na si ajo Emocioni veçantë. një emocion i jashtëzakonshëm. Po sa është e vështirë që ta ruani traditën folklorike në kohën e muzikës moderne? Kjo është sfida e jo veç e unë, apo unë po mendoj që është sfida e këtyre ansambleve, të fillu për ansamblit Shota edhe ansambleve qyteteve tjera. Jo pse nuk ka potencial mi zhvillu muzikin ose mi bo muzikin e vjetër, autohtone. Problemi është ku mi shit, ku mi transmetu. Se publika, të më thonë, jemi ka dim që jemi të rënu në kohë shumë, në kohë të elektronikës, në kohë teknologjisë, ka jetë shumë përpara. Tash është sfide madhe më afru me publikun, të më thonë, mja transmetu qitë muzikë, qitë emocion. Generatat e reja gati që nuk kanë ndjenja hiç fora për këtë muzikë. Këta shkajnë met problem me mush sallën, po është problem ku të mojnë koncerte e qëtë plakatën, për shembull, ose bën ftesa në Facebookit, në rrjetet sociale, problema me mush sallën se nuk ka publik, nuk ka auditor për me ngu këtë muzikë. Është pak sfide madhe, po na ja kemi nisë çështu tash. Po të kalojmë edhe të kjo pjesa tjetër se sa ka interesim, sa është interesimi të rinjve që të bëjmë pjesë e ansamblit në ditët e sotme. Nuk është që nuk ka, po vetë zhvillimi e ka bo që me pas edhe qasje të ri ndaj muzikës, po muzikës tjetër. Kemi, shumica jemi të tri, si grupi këngëtarëve, si grupi instrumentistëve, kena një mangësi që nuk e kemi edhe grupin e vallave për shkak disa problemeve të tyre, nuk kanë mujtë më organizu, por interesim ka, po interesimi i publikës të trit për këtë muzikë është më i vogël se sa që është dëshira e muzikantave të rinj më marrë me këtë muzikë. E po besoj që tashmë edhe ushqimi është gati, apo jo? Po. Lavinoti po na vonohet pak. Hoxh. Patatët po vonon, jo. Unë e bukë. Ky i joti. Sepse Arditi është vetë gati, ndoshta Arditi mundet më ardhe me shërby, ose po e presim edhe lavinotin. Ardit? Okay. Po cilat janë planet dhe projektet për të ardhmen nga ansambli? Planet, nuk ka që kemi nëjë plan konkret kështu, po e ardhmja do më thonë varet krejt prej tjetër kujt, pasi që me ligj ansamblet, përveç ansamblit Shota, ansamblet të qyteteve tjera, do më thonë janë krejt organizata jo qeveritare, ashtu funksionon të na. Edhe nuk është në dorën tonë
asje gjatësia jonë, as aktiviteti jonë, dhe më thonë varet për këtë rëthanave tjera. Edhe nuk mundesh me garantu kur gjo që fillon punën kemi bo për kaq afat, du më thonë, po neve na mjafton vullneti edhe kurajo për me vazhdu tutje. Tash, sot na japin hapsin, na përformojmë, zhvillohemi me aktivitet ku digëm. Po si do t'jetë viti 2026 për ju? A keni edhe dasma, paraqitje të ndryshme? Tash ndrove temën, dolen privat, po, secili për nesh funksionojmë edhe me grupet tona, dhe më thonë kështu që në për dasma, në për ahense. Individualisht. Po, pa tjetër, secili për nesh. Po, kjo është tjetër muhabet, kjo na ka shtit, më mbledh më bo bashkë një punë që nashta o problem mi bo muzikantat tjerë. Kjo të mbledh, kjo të afron. Të shoqënon ma tepër sa del për i binarëve individuale, se votën del afron ma shumë. Unë tash veç po e pres ushimin, edhe pastaj do kemi performancën nga ansambli i këngëve. Hajde, ma shpet, se për që ato jemi orna. Na që ato dimi bo, jo me folë. Faleminderit shumë edhe për këtë intervistë, ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit për jus. Dhe po e presim Arditin, derisa Labinoti veç se po i përfundon pjatat, Arditi mundet me ardhe me i sjell. Edhe me na tregu se çka ka përgatitur sot për ju. Sepse i kemi pjatat të ndryshme dhe presim komente të ndryshme. Këtu kemi pasta steak. Ardita, ke marrë librezën me veti? Gjithë me vete. Okej, po i shpërndajmë kështu tash. Mundeni me fillu dhe me i provu dhe ndoshta mi jep komente pak Labit dhe... Prej dojë. Sidomos Labit, por edhe Arditit. Hajde Lab, fyp këtë pres. Po i marrim komentet e para nga pjatat e para që po i shijojnë. Ndryshe joni, familje kulinierë, edhe vrejtja ose kritika ti vlen, ma shumë se sa jo. Po du me ditë mendimin tash. Babin e ka kuzhinierin ma të njofë shumë. Hajde ojë. S'me thonë ma i mirë se për me të Hajde matë ojë. Vetë ka koka dojë. Lutem. Po du me ndëgju komentin nga hishëm për shijen, Arditit, nga për Ja, Arditit. dhe shnetshme është. Hishëm për shijen, Qapi tash ta mikrofonin? kërkojmë, vish. Vajzra ka. Shumë. Ardit një dhejshe. Faleminderit shumë. Ju bof mirë.